Rusia a mundet që SBA ta braktisë realisht dhe ta lërë në fatin e vet këtë konflikt? Për herë të parë, Shtetet Bashkuara të Amerikës po mësojnë dhe po kuptojnë se ç'është diplomacia. Sepse deri më sot ata nuk kanë përdorur ndonjëherë diplomaci, kanë përdorur gjithnjë gjuhën e forcës. Pra kanë bërë atë që përdolte Perandoria Romake. Perandoria Romake përdorte gjuhën e forcës dhe pastaj kërcënonte me forcë dhe çdo gjë tjetër pastaj bënte marrëveshje diplomatike. Perandorit dhunën kanë Po Perandoria Romake në veçanti e ka pasur këtë fazë. Përdorte forcën, pra legionet e saj, dërgonte legionet e saj, kërcënonte me dërgimin e legioneve për të pranuar çdo lloj oferte që ata bënin. Dhe Perandoria Romake dhe Perandoria Amerikane aktualisht sot ka të njëjtin temperament të Perandorisë Romake, pra e padurueshme. Perandoria Romake ishte padurueshme, kërkonte një marrëveshje dhe ndaj dhe linda jo jepi Cezarit atë që i takon Cezarit. Pra Cezari donte atë brenda orës, brenda ditës, kur bënte një propozim dhe donte t'ia pranonin. Po. E njëjta gjë është edhe Donald Trumpi, pra. Administrata Trump është e tillë. Trump është një person i padurueshëm. Pra kërkon çdo gjë ta bëj shpejt e shpejt. Dhe aktualisht po mëson se ç'është diplomacia në vendet europiane dhe në vendet euroaziatike. Pra këto vende kanë bërë gjithë jetën e tyre diplomaci. Dhe janë marrë vetëm me diplomaci. Dhe normalisht që ato e kanë specialitet këtë punë, ta zvarrisin sa të munden, të fitojnë ka sa të munden për të përfituar sa më shumë gjitha palët. Pra përdorin çdo lloj kërcënimi që do duket sikur nesër do të shkojmë me të vërtetë në një luftë, por e përdorin për të përmirësuar pozitën e tyre në këto biseda diplomatike. Shtetet Bashkuara të Amerikës tashmë po fillojnë të hynë në botën e diplomacisë europiane dhe euroaziatike. Ta kuptojnë që këta, pra kjo është diplomacia. Diplomacia është bisedime pafund. Është bisedime pafund. Pa fuqisë apo? Jo, edhe për shkak të pafuqisë, edhe për shkak të kohës, edhe për shkak të përmirësimit, pra ideja e këtyre vendeve euroaziatike dhe pra si ta ziste Evropës ku përfshihet edhe Rusia dhe Europa ka qenë gjithnjë që të përfitojmë sa më shumë nëpërmjet presionit me anë diplomacisë pa arritur të shkojmë nesër te lufta. Dhe kjo ka qenë gjithnjë rezultati i tyre dhe kjo ka qenë gjithnjë veprimtaria e tyre. Shtetet Bashkuara të Amerikës nuk e kanë bërë ndonjëherë këtë. Pra direkt kanë kërcënuar e kanë marrë, kanë kërcënuar kanë marrë. Ndërsa tashmë problemi është që kërcënimi i tyre nuk po shkon askund. Pra kërcënojnë Rusin, ata nuk e çajnë kokën ja kthejnë. Kërcënojnë Evropën, kur Evropa sërish ja kthen me veprime si këto e Mark Rutës. Pra tim kërcënon unë shkoj atje mos të pyes. Pra ka hasur në një pengesë dhe ose duhet të fillojë dhe të lozi diplomatikisht dhe të hyjë në këtë lojë diplomatike dhe të lozi diplomaci, ose ndryshe pastaj në rast se del largohet fare. Pra ne të riqemi në rast se të riqet, atëherë ja lënë totalisht Evropës, por duhet ta shohim edhe si një lojë. Pra kjo është një arsye e parë. Kurse një anë tjetër e parë është edhe si një arsye të cilën Shtetet Bashkuara të Amerikës po kërkojnë për t'u larguar nga bisedimet. Pra për të hequr dorë totalisht nga Ukraina dhe përqendrimi i tyre në objektiva të tjerë, siç kanë Iranin dhe Kinën. Dhe për ta bërë këtë ju duhet një arsye. Dhe arsyeja është që palët nuk duan paqe, na lodhët, nuk po merremi vesh, ne s'merremi me juve, bëni çfarë doni. Dhe nesër justifikojnë largimin që mos të quhen nesër që juve na lat në balt. Që mos quhen si dobët. Pra, unë i shoh në këto dy aspekte. Po, e qartë. Të cilat për mua shkojnë paralelisht. Pra, edhe mungesa e kësaj e lojës diplomatike që s'është mësuar ndonjëherë me këtë lojë diplomatike dhe s'ka pasur ndonjëherë, nuk ka pasur një konfrontim diplomatik midis Shtetit Bashkuar të Amerikës dhe Europës. Është hera e parë që ka një konfrontim të tillë diplomatik. Po, kaq të dhe ndaj po e lodh Amerikën kjo, sepse është mësuar gjithnjë që flet dhe Evropa thot okay, pra ka qenë yes man. Ndërsa aktualisht këta që konsideroheshin si yes man, tashmë nuk janë bërë më yes man, janë bërë no man. Dhe kur thon no man tashmë kjo e frustron Shtetet Bashkuara të Amerikës, dhe sidomos një njerëz si Donald Trumpi. Po që sa pranon fare. Praktikisht. Ndërkohë driton me që jemi te kjo retorika e luftës, e diskutuam edhe herë tjetër, Gjermania brenda Gjermanisë është rritur retorika anti-Rusi, saqë të shqetësuar janë rusët për këtë, sepse thotë po i afrohet retorikës së luftës dytë, para luftës dytë botërore, por kemi edhe akte konkrete, kemi ato raketa Taurus që diskutuam herë tjetër, po kemi edhe blinda, kemi mjete ushtarake që çdo ditë Gjermania po i dhuron Ukrainës. Si e vlerëson këtë retorikë? Shto kësaj edhe faktin që rusët, paktën në një nga këto gazeta unë lexova që i bëjnë thirrje SBA-s që edhe një herë të bëhen bashkë siç u bën në luftën e dytë botërore kundër nazizmit europian, domethënë të paktën kjo ishte. Pra, si e lexon këtë mundësi për plasje tani, se Gjermania është bërë shumë agresive. Nuk pavarësisht agresivitetit retorik të Gjermanisë dhe vendeve europiane, nuk jemi aktualisht në fazën e një përplasje dhe jemi larg çdo lloj përplasje.
për momentin. Pra arsye se qoftë Gjermania, qoftë gjithë Evropa e bërë së bashku, Gjermania nuk kanë asnjë kapacitet sot për të përplasur me Rusinë. Nuk kanë asnjë lloj kapaciteti. Ushtarak për të përplasur. Po s'ka Rusin po e furnizojnë çdo ditë me raketa, me blinda, me... Pra ajo çfarë ata po japin Ukrainës janë ato që po boshatisin magazinat e tyre. Pra po demilitarizohen. Dhe kjo në një aspekt i shërben Rusisë dhe nuk i shërben Bashkimit Evropian. Pra veprimi i tyre, prandaj thash veprimi i këtyre civilëve të cilët nuk e kanë aberin se si funksionon mbrojtja, se si funksionon për çfarë arsye ti e ke mbrojtjen dhe ushtrinë, kjo po degeneron mbrojtjen evropiane totalisht dhe të vendeve të veçanta. Aktualisht dhënia e të gjitha raketave, dhënia e të gjitha këtyre tankeve, blindave Ukrainës po demilitarizon Gjermaninë. Dhe në një aspekt kjo e favorizon Rusinë, sepse Rusia po militarizohet, këta depomilitarizohen dhe këta nuk arrin të prodhojnë për të zëvendësuar sasinë. Pra nuk është mungesa e paras, është mundësia e prodhimit, kapacitetit prodhimit që ti nuk arrin të plotësosh to. Dhe në vin një moment që nuk kanë çfarë japin më dhe do mbeten bosh. Atëherë çfarë do bëjmë? Dhe shoftës retorik për të marrë, pra pavarësisht këtyre e para duhet kemi parasysh që këto blinda, këto gjëra që po jepen janë paketa të miratuara nga qeveria Scholz. Pra nuk janë paketa të miratuara nga kjo qeveri, sepse kjo qeveri akoma s'ka marrë mandatin, pra është në bisedime. Dhe janë paketa të miratuara më përpara. Pra dhe do vazhdojnë të jepen, sepse nuk i ndalon dot. Qeveri me Scholzin do jetë edhe jo, ka edhe një gjë. Pavarësisht retorikës që këta deklarojnë, kemi një gjë që Merz para 2 ditësh deklaronte që jemi në bisedime me AFD-n për të bërë një koalicion të gjerë. Pra, retorika ekziston për çështje politike të brendshme dhe për çështje për t'i dhënë dhe këto mjete mbajnë dhe jepen për të dhënë një më që po japim sasi të madhe për të marrë atë leadershipin evropian që neve jemi të vetmit që po japim Ukrainës. Juve tjerët pavarësisht keni retorikë pse s'po jepni gjë. Pra për të marrë leadershipin evropian. Por fakti që Merci deklaron publikisht që jemi në bisedime me AFD-n për një qeveri, atë kemi një gjë, kemi një AFD që thotë që neve duhet të ndalojmë luftën në Ukrainë, pra s'kemi pse merre, duhet të hyjmë në marrëdhënie me Rusinë dhe të marrim gazin e lirë, i cili tashmë po vjen në një aspekt tjetër sepse aktualisht pavarësisht retorikës edhe të rrubjes së gjithë. Amerikanët kanë propozuar, nuk e kanë propozuar amerikanët, por e kanë propozuar rusët amerikanëve që gazsjellësit, të gjithë gazsjellësit që kalojnë nga Rusia, nga Ukraina për në Evropë, pra gazsjellësit që vijnë nga, të merren nën menaxhim dhe nën kontrollin e forcave e Amerikës. Dhe në rast se kjo bëhet, ka zëra në Amerikë, ka zëra në Evropë që thonë në rast se amerikanët e marrin këto gazsjellëse, pra edhe Nord Streamin, edhe 2-3 tjerat që janë në Ukrainë marrin nën kontroll, atëherë ne do ta rishikojmë mundësinë tonë për të ribler gaz, sepse në këtë radhë gazin do ta blen nga Amerika, pra Amerika bën ndërmjetësi i këtij gazi. Pra Amerika ja blen Rusisë, Amerika ja shet Evropës. Pra e kuptoni, pra gjithë retorika që bëhet për të mbuluar këto bisedime të tjera, të cilat do të shkojnë në një moment saktuar që dhe në fund do kemi për hatër të paqes, ne u morëm vesh, në fakt u morëm vesh për hatër të nevojave të tyre ekonomike, se nuk është çështje të paqes këtu. Nuk po e çan kokën askush për paqen. Askujt nuk po i vjen keq se po vriten 10, 20, 30, 100 veta në Ukrainë dhe askujt nuk po i vjen se po vriten 1000 veta në Gaza në ditë. Pra thjesht bëhet për çështje ekonomike dhe Evropa po shef që po shkon te degradimit ekonomik dhe i duhet gazi i lirë. Dhe pavarësisht këtyre bisedave, pra gjitha këto bëhen në marrëdhëniet e tyre secili për të fituar pozicionin lart, pra në rast se unë do ta blej, në rast se do ta marrësh, atëherë çështje çmimesh, çështje lufte ekonomike e kamufluar si retorik luftarake, e kamufluar me retorik luftarake që secili vend të marri banë, sepse në rast se ky Nord Streami, pra, shikoni, pse Gjermania do të marri leadershipin. Ky Nord Streami vjen në Gjermani. Pra pavarësisht se ky Nord Stream do të menaxhohet nga amerikanët dhe do t'ja paguajnë gazin rus amerikanëve, do vinë në Gjermani dhe është Gjermania ajo që pastaj nesër do ta shpërndajë do ta ridistribuojë. Pra e kuptoni, pas secili mundohet që të marrë leadershipin. Kemi Mark Rutten që veten në Odessa përveç faktit që është për t'i kundërpërgjigjur që neve jemi fuqi, pra edhe pas Shtetit Amerikës ne kundërshtojmë juve, kemi edhe një problem tjetër, sepse është një kundërshtimi i brendshëm që Mark Rutte i bën Francës. Franca, para 3 ditësh, shtabi i përgjithshëm i ushtrisë franceze, në bashkëpunim me një kompani që prodhon hartat e tyre, ka prodhuar një hartë të nivelit operativ 3D në trekëndshin midis Rumanisë, Transnistrias, pra Moldavisë dhe Ukrainës. Dhe është një territor që kalon janë 2 porte kryesore në Ukrainë, është porti Ismail dhe porti Irenës, janë 2 portet që janë përdorur këto kohë të fundit që që i ka bombarduar në rast se mbani mend që i bombardoi Rusia. Dhe qëllimi është që aktualisht francezët po bëjnë një plan për vendosin, kanë disa forca jo në mënyrë të përhershme, pra nuk i kanë permanente në Rumani, në këtë territor, dhe ushtria franceze, shtati i përgjithshëm ka propozuar një plan aktualisht qeverisë franceze
për bërjen e një bazë ushtarake permanente në këtë territor të Rumanisë, në këtë pikë. Bazë franceze. Një bazë franceze, pra siç e kanë bërë gjermanët në Lituani, po ta bëjnë edhe francezët këtu. Duan të bëjnë po. Dhe ardha e rrutës në Odesa, tregon që shiko, Odesa është objektivi i NATO-s, nuk mund të jetë objektiv vetëm francez, pra nuk mund të jetë vetëm e juaja. Pra secila palë në Evropë tashmë, po do të japi vetes rëndësi dhe të marrë ato që mendon për të marrë objektiva strategjik për të për Rusinë, pra një rrutës për shembull në Odesë. Po sepse nuk kanë kapacitete aktualisht, pra francezët janë ata të cilët kanë dashur gjithnjë ta marrin Odesën dhe ata po bëjnë përpjekje. Pra nuk ka forca të NATO-s, pra në përqendrim të NATO-s nuk kemi në këtë kufi në Odesën. Kemi vetëm përqendrim të forcave franceze, jo në kuadër të NATO-s. Pra Franca ka bërë një marrëveshje dy palëshe vjet me Rumaninë për vendosjen e këtyre, pra vendosja e forcave franceze në Rumani në këtë pikë të kufirit nuk është në kuadër të NATO-s, është në kuadër të një marrëveshje dy palëshe rumuno-franceze. Pra është jashtë NATO-s. Për këtë arsye ardhja e rrutës tregon që shiko, ky është interesi NATO-s dhe nuk është vetëm interesi i Francës. Pra kemi përplasje të interesave të brendshme më shumë se sa për të treguar atij armikut kryesor që kanë që shiko ne jemi këtu. Dritan, kjo ideja është që nuk e solla kot këtë tezën që po qarkullon Rusi, që SBA dhe Rusia të bëhen bashkë kundër euro-nazizmit. Ideja është që po përgatitet Rusia, se po flasin për një stërvitje me 200.000 ushtarë, po flasin për frikra. Jo, apo mos po kërkon Rusia një sebeb për të goditur Europën, Jo, nuk besoj se Rusia apo janë thjesht terma retorik politike. Rusia në këto 3 vjet ka pasur me qindra sebebe për ta goditur Europën dhe vazhdon të ketë sebebe për ta goditur Europën. Po nuk ka fuqi, thuat. Fuqi për ta goditur Europën, shikoj, do të kemi një parasysh. Kapacitete për të shkaktuar dëme Evropës dhe ushtrisë evropiane sot Rusia i ka. Ka kapacitete raketore të tilla që të shkatërrojë totalisht ushtrinë evropiane, të shkaktojë dëme të mëdha. Nuk ka kapacitete ushtarake për të pushtuar Evropën dhe për ta mundur Evropën pra me një ushtri që të vit ta pushtojë. Që ta thyej. Çdo general rus nuk do të merrte as guximin të bënte një plan të tillë sepse është çmenduri. Pra nuk do ndodhte një gjë e tillë, ndonjëherë. Okej. Jemi te retorika politike. Pra jemi thjesht te retorika politike, jo për të gjetur arsye. Arsye ka pafund. Ka pasur pafund, do të ketë pafund. Për shembull, ju thatë që gjermanët po japin raketa Taurus, po në moment që këto raketa Taurus do përdoren dhe janë specifikuar që do përdoren për urën Kersh, automatikisht kjo është një arsye, pra nuk kanë nevojë që të shpikin arsye. Arsye kanë çdo kohë, pra kanë çdo kohë, por ata janë shmangur arsyeve. Për këtë, pra nuk kemi për të pasur një përplasje të tillë. E qartë. Përplasja në rast se ka përndodhur vetëm në Ukrainë, pra në rast se evropianët çojnë forca në Ukrainë, atje kanë për të goditur. Kurse të godasin forca europiane në territorin evropian nuk ka për ndodhur sepse automatikisht do të prishte çdo lloj balance që po mundohen të krijojnë. Por kjo është një luftë politike dhe një luftë shërbimi që bëhet nga ana e Rusisë për treguar që shiko, neve mund të bëhemi bashkë që bëjmë luftën e dytë botërore kundër Evropës naziste, pra i konsideron Evropën naziste, pra është thjesht kjo është për ta përdorur si presion. Një presion politik, pra rikthimi memore që juve jeni nazistë dhe nuk është çudi që nesër neve të bëhemi bashkë dhe t'ju kthehemi sërish, pra ju kemi shpëtuar para ashtu. Sepse po afrohet data 9 maj, që është edhe dita e 80 vjetorit të fitores ndaj nazismit. Do na shkojë Dritan, do sfidojë Europën se paka shumë e kanë paremuar nëse shkon, kjo do ta... Shiko, Vučići është i detyruar të shkojë në këtë pikë dhe unë nuk e shoh diçka për arsye. E para është i detyruar të shkojë për çështje të brendshme të tija politike. Pra, duke qenë se kemi një Rusi, një Serbi, e cila është totalisht proruse, pra populli rus, populli serb. Populli serb është totalisht prorus. Pra, të mos gënjejmë veten, pra se ngjojmë këto retorikat e evropianëve që këta dyne, ata edhe mund të duan ty në Evropë, mund ty në Evropë. Por ata mbeten prorus, nuk heqen ata. Po. Pse mbeten prorus? Edhe mbeten prorus dhe janë mirënjohës Rusisë sepse Rusia i shpëtoi ata. Rusia i çliroi ata. Pra ishin divizionet ruse që vajtën deri në Beograd. Dhe nuk erdhën deri në Kosovë për arsye se shteti se në atë kohë shtabi i përgjithshëm Ushtrisë Nacionale Shqiptare të Republikës të Shqipërisë vendosi që të çonte forcat e veta partizane në Kosovë. Për të ndaluar ardhen e divizioneve ruse, sepse do vinin divizionet ruse për të çliruar edhe Kosovën. Dhe vajtja e divizioneve tona ndaloi ardhen e divizioneve ruse në Kosovë. Po. Sepse ndryshe do ishte shpopulluar Kosova, sepse në marrëveshjen e Jaltës edhe të Potsdamit u deklarua që sidomos të Potsdamit të gjitha ato shtete dhe vende të cilat kanë marrë pjesë në luftën e dytë botërore dhe janë bashkangjitur me forca ushtarake Gjermanisë naziste, pra ato kombe që do të shpopullohen dhe ishte parashikuar që Kosova të shpopullohej sepse kishte bërë një divizion SS. Divizioni Skënderbeu. Ishte një divizion SS që ishte dalë nga Kosova.